Adhurues të basketbollit, kthehemi përsëri në palestrën Shani Nushi, ku po zhvillohet ndeshja e tretë e xhiros së 18. Vllaznimi me Borën 40-41 pas një pjese fantastike të parë. Çerekun e parë e fitoi Vllaznimi 21-17, më të dytin Bora u kthye me rezultat 19-24, pra 5 pikë dallim, dhe është interesant të themi se të gjitha këto 5 pikët erdhën në 50 sekondat e fundit dhe me epërsi minimale këto dy skuadra shkuan në pushim. Duhet të theksoj po ashtu se pas epërsis prej 4 pikëve 3 minuta para se të përfundon të ndeshja të Borës 32-36, ajo treshja e Hunterit, Vllaznimi u përgjigj me një seri të shpejt prej 8-0, Zekici në asistimin fantastik të Joran Ejt, pastaj Jericho Helms në asistim të Derek Wilsonit lansoi treshen para se Zekici të realizonte atë depërtimin e tij dhe të rikthente rezultatin në favor të Vllaznimit nga -4 në +4, mirë po duke i falenderuar dy gjuajtjeve të lira të Lens Thomasit dhe asaj treshe fantastike të Alex Hunterit, i cili e mashtroi rëndasyrën, u shkëput mbi te dhe në sekondat e fundit i dërgoi skuadrat në pushim me epërsi minimale 40-41. Sa i përket statistikave, shumë shpejt të themi, pra Bora riktheu dominimin e lehtë në kërcime, 16-15, 10-8 në asistime për skuadrën e Vllaznimit, edhe në topa të vjedhur dhe në kundërsulme, pra fal 4 topave të vjedhur në kundërsulme, 10-2 për Vllaznimin, i cili po ashtu ka dominuar në brendi, pra në pikët e realizuara në brendi 22-14, por treshet janë ato të cilat e mbajtën në lojë Borën. Pra, përderisa Vllaznimi ka punuar shumë fuqishëm dhe kam punu me zella, dhe ashtu themi që në brendi të sulmojnë, kanë detyruar skuadrën e Borës që të shkakton 12 faulla, prej tyre kanë pas 17 gjuajtje të lira, edhe i kanë realizuar 12. Në anën tjetër, pra Bora është munduar që me kundërsulme të shpejta, po edhe me treshe, i ka 4 treshe më shumë të realizuara se sa Vllaznimi, të mbaj hapin dhe të dominoj. Po e përsëris atë që thash edhe njëherë, me 2 nëntor të vitit kalum këtu në Shani Nushi, Vllaznimi fitoi 91-79 në duelin aso kohë të dy skuadrave të cilat nuk kanë pas asnjë fitore në start. Të shohim koha. Në pyetje ishte koha, çdo gjë është në rregull, e ndalje kontrolloi referi Mumini. Opa, atje Jerry Helms rëshqiti për pak, vazhdon deri në fund Big Kurtajn dhe Amin Hotin. Jericho Helms realizon pikët e tij të para që në start të pjesës së dytë. Është kjo pika e 12 e Jerry Helmsit. Në anën tjetër tenton të përgjigjet Jules, nuk arrin. Hera e 13 që ka ndruar përsia on, ronda syla për Samirin. Jerry Helms eshe koridorin e vetmuar dhe depërton, realizon për 44-41, një mini seri. Ron Ukaj do të kthehet, ka luajtur mbrojtje të mirë Roni ndaj Jerry Helmsit, të cilin e mbajti për 15 minuta
sa luajti në fillim mbrojtje ndaj tij, në vetëm 3 pikë. 12 pikë, 5 kërcime, 4 asistime nga Jerry Helms. 4 pikët e para në pjesën e dytë nga ai, Olsi Kurtaj. Largohet në vend të tij Aron Ukaj. Hunter për Gjulsin. Gjuls dhe Joranej. Joranej, edhe një blokade, Joranej e 4-ta sonte. Pa merhamet. Joranej lufton. Në rikverca atje, mrapa, s'ka problem. Joranej realizon pikën e 11, 5 kërcime dhe 4 blokada të Joranej. 46 me 41, kjo është tash e përsia më e lartë e cilës do skuadër prej +5. Amin Hoti e kthen. Thomas për 3 pikë, nuk ka shënim. Helms, Joranej në anën tjetër, i vetmuar Derek Wilson me treshe bombardon dhe trajnerin Zoran Karshelan e detyron që të kërkon time-out. 49 me 41. Seri prej 9-0. E vllazërimit në start të çerekut të tretë. Amin Hot eksplodoi atje. Çfarë nervoze Amin Hotit. Nuk e pat në xhirime. Shpërtheu atje Amin Hoti. Mëzise Karshelani, i cili po mundohet t'i qetësoj tani dhe t'i këndell lojtarët e tij. Një knockdown në terminologjinë e boksit për skuadrën e shikoni. Shikoni Amin Hotin, shumë i nevrikosur atje. Me këte, shikoni, me sa shpirt po luan Amin Hoti. Blokada e Joranejt, i jashtëzakonshëm, nuk e di pse nuk i është shkruar në statistika, megjithatë është blokad. Ufa, çfarë deportimi! Dhe këndellët, Bora me këte ngulitje të Gjulsit. I bukur. Ky shënimi Jakuan Gjulsit. Samiri në brendi, luftona, shikoni atje Amin Hotin me sa shpirt po luan, me sa zemër po luan Amin Hoti. Super i motivuar sonte Amin Hot. Lëvizje mashtruese e tij deporton Ron Ukaj. Me tentim dhe treshe asistimi Amin Hotit. 49 me 46. Aroni bombardon për 3 pikë. Dhe një mini seri e shpejt prej 0-5 e Borës e afron rezultatin nga -9 në vetëm 3. Nga -8, më falni. Samir Zekishi tenton të përgjigjet. Nuk e bën këte, Joranej e shtyu pak Tomasin, sidoqof Hunter i vjen topi prapa. Kërkon që të zbrazet ana për Tomasin, Gjuls. Amin Hot, Ronda Syla, po luan mbrojtjet. Ufa! Çfarë treshe Amin Hotit? Amin Hot, super hot. Tepër i nxehtë. Unë e vrikos e tash është pak më i qetë. 2 treshe të një pas njëshme të Amin Hotit, përgjigjet në atë serin prej 9-0 me seri prej 0-8 Bora. Një asistimi Aminit për Aron Ukaj, e kësaj radhe vetëm e mori, lancoj nga pashtriku atje bombën e tij drejtet e vendi.
për të barazu rezultatin në 49-49. Çfarë loje po shikojmë sonte në Shani Nushi, në Gjakov. E jashtëzakon, për nder, po mduket që e ka shkelur, vin aty. Të shohim edhe një herë, e lus regjin të shohim, a ishte vije shkelur. Megjithatë jo. Treshe e Ronit. Pas ati time-outi e patë edhe ju vetë se si uq mend. Shpërtheu atje Amin Hoti dhe si duket ajo ndikojnë në lojtarët, në bashkëlojtarët e ti. Edhe ky deportimi Shaquan Julesit mes tre lojtarëve deportoi në mënyrë elegante, përfundoi me ngulitje. E më pas 2 treshe dum. Amini për Ronin asistoi e në fund edhe vetë bombardoi. Për me na dhuru këto knaci basketbolli në këte të djele të mërzitshme kosovare me shi dhe të ftoft basketbolli e nxen, pse kush tjetër. Fauli Tomasit, e paramendoni kjo është vetëm fillimi, sepse nga ora 19:30 nga Shani Nushi do të bartëm i eliminatori, ku ju pret përballja e 2 top skuadrave aktualisht në formë në elitën e basketbollit kosovar, Trepça, Golden Eagle Ylli, të cilat javën e kaluar u ndeshën në qerek finale të Kupës së Kosovës dhe Trepça eliminoi Golden Eagle Yllin, i cili po shkëlqen gjithashtu në pas vitit të ri dhe nga pozita e fundit, dal nga dal gradualisht po ngritet lart. Ziggy Reed në vend të Derek Wilsonit. Ja kjo vajzë atje. Po knaqet me basketbol. E në vine gjuajtjeve të lira do të jetë Helms. 14 pikë dhe 2 peshe të kërcimeve dhe asistimeve. E huq herën e parë. Mbetet me 14 pikë dhe mbetet rezultati i barabart 49 me 49. Tani 50 me 49. Edhe 6 minuta loj në qerekun e tret. Është ullur për të pushuar Amin Hoti. Në loj Jetmiri. E komplikon atje pak Thomas Mir, po Alex Hunter e përmirëson. Edhe një herë. Është faul atje. Joranejt. Fauli Joranejt me gjithate. Jules. Edhe një pasim kërkojnë, edhe 5 sekonda, tenton Alex Hunter. Mirë po Joranej më i larti në kërcim për Ziggy Reedin. Pak minuta sonte për Ziggy Reedin, vetëm 5 minuta loj, 8 piki ka realizu, edhe një top e ka vjetë, nuk e di pse po luan vetëm kaq pak Ziggy Reed. Ndalit në mënyrë të palejuar nga Lance Thomas atje Jericho Helms. Mekici dhe Qiz do të inkuadron në loj, unë dalë në mënyrë të palejuar, për sëri do të jetë në vine gjuajtjeve të lira Helms, 15 pikë të ti. Është interesant të themi me të vërtet se Helms, një lojtar i shkëlqyeshëm, në vitin 2022 ka qenë pjesë e kampeve verore të Boston Celticsit dhe Oklahoma City Thunder, por nuk ju dha kontrat, ndërsa duhet të theksu se si nxënës i shkollës së mesme ka qenë i jashtëzakonshëm, duke qenë koshashënuesi i tretë më i mirë në histori të shkollës së tij në Craft Crew në Missouri, pas NBA yjeve. Dhe parmendoni këto emra, Bradley Beal dhe Jason Tatum, një super yll si nxënës i shkollave të mesme, ka luajtur për Virginia Tech dhe Georgia Tech, Jericho Helms. Një potencial i jashtëzakonshëm, ja ku është në vllaznim të Gjakovës, ku vitin e kaluar
ishte pjesë e historisë. Tentim për 3 pik e Huq, por Zigirit e kape për qafon atë top. 52-49 betet rezultati. Zigirit deri në fund, dalet në mënyrë të paljuar nga Ron Ukaj. Është kjo personalja e 4 e Jonit, i cili vonohet atje. Ka plotësuar edhe bonusin skuadra e Borës në qerekun e 3. Dhe tani Zigirit do të jetë në vijnë e gjuajtjeve të lira, ka një efikasitet prej 76%. Zigirit sonte nga ato 8 pikët e tij, 6 i ka realizuar nga vija gjuajtjeve të lira. Po duket që i rashëm sysh. 8-6 Zigirit. Nga 107 gjuajtjeve të lira si vjet, i ka realizu 81. E ashtu edhe mbetet i Huq të dyjat, mbetet 3 pike përsi. Dhe me një treshe Bora mund të barazoj rezultatin. E aty e kemi njerin për këto gjana, Amin Hotin, i cili vendos që të depërton. Jerry Cole Helms e ndalë në mënyrë të paljuar. Po. Shumë i ka këto faullat Jerry Helms të pamenduara kur i lojtari e ndalë me dorë. E kjo është e lashe sepse kjo është personalja e 3 e Helmsit. Qiz për Amin Hotin, i cili kësaj radhe nuk realizon. Betet me 13 pikët e ti Amin Hoti. 3 treshe nga këto 13 pikë. I ka dhe 3 asistime. Joranej për mrekulli. Përbirohet dhe realizon pikën e ti të 13. 6 kërcime dhe këtu në statistika zyrtare kanë betur 3 blokada i shdoshur të në 4. 54 me 49 përsëri ajo e përsia më e lartë e uso bukur depërton dhe nga prapa Qiz realizon rezultatin në 54 me 51 afron. Në brendi për Jerry Cole Helmsin, Jetmir Zeqiri e ndalë në mënyrë të paljuar. Jetmir Zeqiri i ngrit durt atje. E Huq, Jerry Cole Helms shumë i dekoncentruar në gjuajtje të lira në pjesën e dytë. Tani 7-4, 17 piki ka Helmsi. 54 me 51 e përsia më e lartë e vllaznimit. Deri tash ishte 8 pik, 49 me 41. Tani përsëri 4, pra një konstante prej 4 pike përsi për se cilën skuadër. Her Bora e her vllazimi sonte. Qiz gabon atje, por e shpëton Zeqiri. Foul i Zigiridit. Qartisht une nuk e di pse po proteston Zigirit kur e goditi në dorë Hanterin. Joranej foul. Atje Derek Wilson kërkon një shpjegim, nuk e kisha qartë pse po proteston kur Joranej bëri foul. Sidoqoftë luaja vazhdon. Amin Hoti dhe Zigirit njëri pranë tjetrit. Kërkon blok nga Jetmir Zeqiri. Sa bukur hapët atje Jetmiri. Adem Mekiqi. Dhe për shkak të reagimit të Driton Racit dhe bankës, tani edhe teknike pa nevojë reagoi atje Driton Raci, sepse Joranej e goditi në dorë
Adem Mekiqin dhe totalisht pa nevojë reagoi dhe u ndëshkua me teknike. Në anën tjetër është kjo personalja e tretë e Anejt. Tani me nga 3 personale kemi Hellemsin, Anejn, e huq gjuajtjen e lirë Alex Hunter. Në vijnë e gjuajtjeve të lira do të jetë Adem Mekiqi, kapiteni i cili ka problem me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira si vjet. Vetëm 63% të efikasitetit ka Adem Mekiqi nga vija gjuajtjeve të lira. Deri tash ishin 8-7 dhe tani janë 10-8 nga vija gjuajtjeve të lira lojtarët e Borës. Në anën tjetër 25-16, 9 gjuajtje të lira i ka huqur skuadra e Vllaznimit, që është shumë në një ndeshje si kjo dhe mund t'ju kushtoj në fund. Wilson për Ziggy Reedin, lufton atje Samir Zekiqi, Reed dhe Cheese. Reed, bi Cheesein, tenton. Dhe e nda në mënyrë të paljuar Ziggy Reedin. 8 pik, 2 kërcime dhe 2 asistime i ka Ziggy Reed. Nga këto 8 pik, 6 i ka realizuar nga vija gjuajtjeve të lira. Ishte 7-6 në pjesën e parë. Në pjesën e dytë i huqi të dyat ato pak më herët. E tani me ze atje, me zor, me qyk zorit si thot populli. Megjithatë e dërgon të vendi 56-52 dhe nëse realizon edhe këtë gjuajtje të lirë do të bëhet koshashënuesi i tretë të Vllaznimi me pikë 2 shifrore. Po, realizon të dyat për 57 me 52 edhe 3 minuta loj. Më pak se 3 minuta loj deri në fund. 10 pikë të Reedit, 13 Anejt, 18 Hellems. Cheese, dhe për të... Joranej atje i thot mos Zekiqit, sepse Joranej pas blokadës ja dha duart Cheesit për me ngrit. Shikoni çfarë blokade, si me magnet atje. E tani referi Gjelal Mumini kërkon që komplet krejt ajo pjesa e cila është pas bankës zyrtare të largohet të Vllaznimit. Është kjo blokada zyrtarisht e 4-ta e Joranejt, por ajo njëra nuk unë gjë se do t'ishte e 5-ta me të vërtet. Muri pa kalueshëm Joranej, i jashtëzakonshëm dhe 5 sekonda nuk arrin që të rivojnë topin. Shikoni edhe Jerry Hellemsin atje se si është ngritur në këmbë. E tani kemi dikun rreth 1500 shikues dhe atmosferë zjarrt në Shanin Ushi. Ziggy Reed. Në anën tjetër topi për Samir Zekiqin, tërhiqet për 3 pik. Samir Zekiqi 60-52 e rikthen e përsin maksimale. Kemi pas ati rezultatit të barabart prej 49 me 49, një seri prej 11 me 3, e vjen përgjigja 60 me 54. Në 2 raste kishte e përsin maksimale prej 8 pikve skuadra e Vllaznimit. Më pak se 2 minuta loj në këtë shfaqje fantastike basketbolistike. Ziggy Reed dhe Mekiqi, mbrojtje mire Mekiqit. Edhe 11 sekonda për këtë sulm. Armin Rushiti. Samiri me treshën e ti.
Treshja e dytë e Samirit sonte. Në brendi për mrekulli Joranej. Tentim për Alejhup, nuk arriti. Personalja e dytë e Jetmirit, i cili e pengoi atje Alejhupin e Joranejt në këtë pasim të Derek Wilsonit, dhe megjithatë do t'i regjistrohet si asistimi i pestë, e realizon gjuajtjen e lirë Anej, 14 pikë të tij, dhe pika e 15, 6 gjuajtje, 7 gjuajtje të lira nga 10 tentime i ka realizu Joranej, e rikthen e përsin prej 8 pikëve maksimalën. Amin Hot është kthyer në lojë. Opa, gabon atje Jetmir Zeqiri, Arbin Rushiti, Zigirit, depërton, derë në fund dhe realizon 10 pike përsia më e lartë deri tash, për herë të parë dy shifrore sonte, 64 me 54, 1.15 deri në fund të çerekut të tretë. Alex Hunter. Hunteri, do të për... Ufa, blokada e 5, gabim në hapa, apo jo? Udhëheqje dy fisht. Banan Ameni, Joranej në aksion. Zyrtarisht blokada e 5 do të duhet të ishte e 6-ta. 15 pikë. 6 kërcime dhe 5 blokada të Joranej. I hatashëm, i mrekullueshëm është giganti Kuqezi Joranej. Reed, me të vërtet hyrja e Zigiridit e këndeli lojën e vllaznemit, ka impakt në lojën e Gjakovare. Ja, ronda syla i vetmuar atje, Reed për Joranej, tenton, nuk realizon Jetmir Zeqiri më i larti në kërcim. Sekondat e fundit shkon, ufa, shënimi nuk pranohet. Tani edhe bankës Borës teknike. Zoran Karshelan atje ankohet në kësi. Zigirit do të ketë një gjuajtje të lirë, e realizon atje për 65 me 54, për shkak të ngritjes nga banka të shohim. Ja spjegon atje referi Gjeral Mumini se faulli ishte ma heret dhe gjatë pasimit ishte kështu që nuk mund të ngjetë koshi dhe aksioni vazhduar. 65 me 54 është e përsia më e lartë prej 11 pikëve. Një shpërthim pra, kemi pas atij rezultatit të barabartë 49 me 49, 16 me 5. Seri, Tyler Cheese, e zbut në 65 me 55. Edhe të dytën e realizon për 65 me 56. Shifra të kthyer mrapsht, 6-5, 5-6 kur ka mbetur edhe 34 sekonda lojë. Amin Hot shkakton faull, e kap atje Arbin Rushitin, i cili do t'i ketë 2 gjuajtje të lira. Është kjo gjuajtja e parë e lirë e Arbin Rushitit në kampionat si vjet, dhe e huq në ndeshjen e tij të pestë për vllazënin që nga transferimi nga Çajiri. Ranukaj do të inkuadrohet në lojë. Herën e dytë shënon dhe e rikthen e përsin 2 shifrore, 65 me 56.
Largohet Jules Thomas. E udhesh giganti Lance Thomas. Cheese me kthim prapa nuk realizon, më i larti në kërcim është Jerry Helms, kërcimi i tij 6, 18 pikë, 6 kërcime, 5 asistime për yllin e kuqezinjve. Jerry Helmsin, a do të tenton sigurisht për 3 pikë, apo jo, vendoste Ronda Sylla në qitat e fundit. Roni i ri bombardon dhe të vendje dërgon për 69 me 56. Është kjo pika e 6 e Ronda Syllës. 2 tentime, 2 treshe të dyjat, pra gjitha pikët e realizuara të Ronit nga 3 piksha. 6 pikë të ti, 3 kërcime. 69 me 56. Rezultati finali qerekut të tret. Një qerek i tret fenomenal. 29 me 15, gati 2 herë më shumë pikë të realizuara të vllazënimit. Një qerek i tret atomik nga Gültekin Selimi dhe skuadra e tij. Është përgjigjur mirë në të mbrojtjen njeri të Zoran Kashqellanit në pjesën e parë, dhe definitivisht adhurues të basketbollit me mbrojtjen e shkëlqyeshme të cilën e ka bë Jora Nej dhe depërtimet e Derek Wilsonit, i cili e hapi lojën për 3 piksha me funksionimin e tresheve të vllazënimit në qerekun e tret, që ishte dobësi në pjesën e parë, edhe erdhi deri në shprehje skuadra e kuqezinjve të Gjakovës, pasi që në pjesën e parë ishte Bora ajo e cila tentonte me treshe dhe mbante hapin me vllazënimin i cili punonte dhe sulmonte në brendi përmes deportimeve dhe faullave të shumë. 32 gjuajtje të lira të vllazënimit. Në anën tjetër, pra skuadra e Borës vetëm 13 gjuajtje të lira, por Bora ka realizuar 10-osh, 76% efikasiteti, ndërsa vllazënimi ka huqur shumë dhe gjuajtje të lira të huqura. Sa i përket dominimit në kërcime, aty janë 22 me 21, por në asistime duk shumë i mirë vllazënimi dhe duke i falenderuar këtij njeriu, Derek Wilsonit, i cili për mrekulli po e organizon sulmin. Edhe 10 sekonda, 69 me 56, 13 pike, përsia më e lartë. Derek Wilson gabon atje, ja vjedh topin Cheese. Hunter kundër sulmi shpejt atje, për mrekulli. Ron nuk ai tenton, nuk realizon kësaj herë. Jetmir Zeqiri, sportisti vërtet, jashtë rindorën dhe ngrit në këmbë Jerry Helmsin. Helms me Tomo, Zigi rrit për mrekulli atje, depërton, e ndalet në mënyrë të palejuar nga Jetmir Zeqiri. Personalja e tretë e Jetmirit u vonua atje që ta mbyll Ridin, i cili u ngrit nga banka rezervë për të realizuar 13 pikë. Nëse i realizon këto dyja, do të parazohej me Jora Nej, 15 pikë, 6 kërcime e 5 blokada. Do të ishte e 6-ta, kamet pikë kjo blokada e 6 e Jora Nej, me dhe vërtet loja shkëlqyeshme e këtij djaloshi. 14 pikë të Zigi Ridit nga 13 tentime. 9 gjuajtje të 10 gjuajtje të lira të realizuara, tentim dhe treshe e Tyler Cheesit.
teknike. Po, për shkak të reagimit, nuk guxon të provokoj bankën, edhe këto ja shpjegon referi, ka të drejt, pas treshës, e shënoj treshën, edhe shkoj atje, kjo nuk lejohet. E huq Jerry Helms, 9-5 nga viagjuajtjeve të lira, me treshe e afron rezultatin në 70-59 në start të qereku të 4. A do të shofim rikthim të Borës apo vllazimi do të vazhdoj dominimin si kurse në qerekun e 3 dhe të ndërprej serin prej 6 humbjeve rresht, betët të shihet. Wilson për Helmsin, i cili shikon nëse ka shkelur vina apo jo. Derek Wilson nga këndi tenton, nuk realizon, më i larti në kërcim Tyler Cheese, kundër sulmi shpejt dhe faul jo sportiv i Arbin Rushitit e kapi. Po, ka të drejt atje. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Hunterin. Realizon për të afruar rezultatin në 70-61. Kemi tani një mini seri të shpejt prej 5-1 të skuadrës Borës. Tentim për 3 pik, Tyler Cheese, edhe një treshe e ti. 70-62. Rikthimi Borës, Zigiri depërton dhe realizon. E përsin 2 shifrore e rikthen Zigiri, 72-64, falni. Po vonohën këto grafika tona. Edhe rezultati në palestrën në semafor. Tenton atje Thomas, e huq Helms, edhe një luft e madhe Jetmir Zeqirit dhe shkon atje, nuk e komplikon, 72-66. Çfarë serie fantastike prej 10-3 tani, tentimi Samirit me tabel. Përgjigjet me shumë fat, 75-66. Edhe fati është pjesë e sportit. Samiri atje i bën presion Qizit, e ka shkelur vin atje Lance Thomas. Gabon. Çfarë loje, me të vërtet. Moti, kësi lojet bukur nuk kemi pa. A do të ndërpren serin prej 3 humbjeve rresht sonte vllaznimi. Apo Bora do të vazhdoj serin triumfale. Betët atje huq Helms, ndërsa Joranej e përmirëson. Gëzohet Joranej, kërcim në sulm. Dhe pikët e reja të këtij djaloshi fantastik, 17 pik, 7 kërcime dhe 5 blokada, /6. 77-66, 11 pike përsi, ndërsa kanë betur edhe 6 minuta e 46 sekonda loj. $17 pik të Joranej, 18 pik të Jericho Helmsit, i cili është afër triple-doublit shumë. I duan vetëm edhe 3 kërcime, 2 asistime. 18 pik, 8 asistime e 7 kërcime nga Jerry Helms,
i cili në pjesën e dytë mori rolin e shpërndarësit të topave. Ja, një kërcim një kërcim i bukur atje Joran Ejti tente edhe me kokë atje. Një djalër shumë simpatik Joran Ejti. Një pikë të Tyler Cheese, i hatashëm me të vërtet edhe ai u ngrit nga banka rezerv, 3 treshët të tij, 15 pikë të Amin Hotit, është ndalur Amin Hoti, 11 pikë ka Alex Hunter. Mungojnë kërcimet e Tomasit dhe pikët e tij. Anën tjetër po e shohim edhe Samir Zekishin, 12 pikë të Samirit. Kërkon atje Thomas që të rishikohet, por nuk reagon trajneri Kashqellan, sepse Mumini ishte afër atje dhe trajneri Kashqellani i beson. Jerry Helms për Ziggy Reedin nga ana e kundërt e tabelës. Realizon dhe përsin maksimale prej 13 pikëve, e rikthen 79-66. Ronda Sylla shkakton faul dhe e pranon dhe tani Mekiqi dhe Shaquan Jules do të kthehen në lojë. Thomas dhe Hunter do të largohen ende vazhdon atje duke pyetur bashkëlojtarët dhe zyrtarët e klubit të Borës pse nuk e kërkuan rishikimin Thomas. Në anën tjetër lufta vazhdon, Jules atje, Shaquan Jules tenton të përbirohet, por muri pa kalueshëm është Joran Ej. Ka marrë edhe një goditje në fytyrë atje. Joran Ej, po me të vërtet, kur po i hap krahët, kur po është në mbrojtje, po ja humb koshin kundërshtarëve. Sonte muri pa kalueshëm, mur kinez Joran Ej. Gabon atje, e vjedh këtë top, Amin Hot, shpejt për Mekiqin, lëvizje bukur mashtruese te Cheese, nuk shënon Jules, por lufton atje Jerry Cole Helms dhe kap këtë top Ziggy Reed për Joran për mrekulli, çfarë i hupi nga Joran 19 pikë të Joran më i miri tani tek skuadra e vllazënimit për e përsin maksimale prej plus 15. Fauli ndaj Shaquan Julesit, edhe një herë rrit e ngrit në hava, Joran për mrekulli fluturon dhe pikën e tij të 19 e realizon. Joran 19 pikë, 7 kërcime dhe 5 blokada. Në anën tjetër Helms i ka 9 asistime tashmë dhe 8 kërcime. A do të jetë ky triple double i parë si vjet dhe faul, kosh faul. Shaquan Jules nalet në mënyrë të palejuar nga Samir Zekishi, edhe një herë asistimi bukur atje i Tyler Cheese, i cili ndalet në mënyrë të palejuar. 81-68, ka këtu loj hala. Çfarë shfaqje, çfarë mbrëmje në Shanin Ushi. 5 minuta 11 deri në fund. Majtaku koncentrohet dhe realizon për 81-69.
Zigirit me sa bukur atje, çfarë blokade Shaquan Julesit kundër sulmi shpejt, 4-3. Shaquan Jules dalet në mënyrë të paljuar nga Ronda Sylla. Atje Karshella vazhdon Ju lutem, as bëjmë për anëherë. Kemi vërejtjen për skandime dhe ofendime. Isha duke shikuar se çka po ndodhu ankuan aty. Shaquan Jules është i saktë në tentimin e tij të parë 81 me 70. 8 pikë të Julesit dhe pika e tij e 9 afron rezultatin në 81 me 71. Kemi një mini seri prej 0-5 nga -15 e sjell rezultatin në 10. Kemi hyrë në 5 minutat e fundit të kësaj shfaqje fenomenale adhurues të basketbollit. Atmosfera e nxehtë dhe faul në sulm Jerry Culhellams. Vendosje e mirë e Tyler Cheese, me të vërtet u ngrit nga banka rezervë dhe shkëlqeu sonte Tyler Cheese me 21 pikë, por edhe me mbrojtje i gjithanshëm është dhe po lufton Tyler Cheese. Amin Hoti e ka marrë rolin e organizuesit. Tërhiqet për Tyler Cheesin. Amin Hot e përmirëson. Adem Mekiqi me treshe tenton, nuk realizon. Zigirit e kap topin. E përshafon atje dhe kërkon që të ndalin bashkëtarët. Ronda Sylla organizon sulmin. Derek Wilson është duke pushuar. Ka luajtur 25 minuta e gjysmë. Kthehet në lojë Jetmir Zeqiri, i cili duhet ta vendos maskën për të mbrojtur hunën, se cilën e ka lënduar. E ka shkelur vin Ronda Sylla. Topi humbur i Ronit është ky vetëm topi i parë i humbur i tij sonte. Me të vërtet maksimalisht efikas në mbrojtje, sidomos po e kryen punën e tij Ronda Sylla për mrekulli. Mekiqi kapiteni dhe Zeqiri dy shkupjanët. Sa buk. Aj. Çfarë blokade Joran Ejt, si me magnet. Mur i pakalueshëm, Joran Ejt, blokada e 6 zyrtarisht, thy për të 7 ato që nuk u ngje. Çfarë mbrëmje Joran Ejt. 19 pikë, 7 kërcime dhe 6 blokada të numruara. Pa. I arzakonshëm kthehet Derek Wilson, Zigirit
ullët për të pushu 18 pik, 3 kërcime, 3 asistime. I shkëlqyeshëm Ziggy Reed. 10 gjuajtje të lira nga 14 tentime, deportoi, bëri, çka s'bëri. Me të vërtet Ziggy Reed ishte ai gjokeri i trajnerit Gültekin Selimi. Albin Rushiti e kap këtë top. Derrick Wilson ish mangët presingut të Zeqirit dhe shkon me sulm të gjatë. Pas ardhjes ti, Gültekin Selimi pra psoj 30 svata, aresht, faulli Jetmir Zeqirit. Dhe po e kërkon fitoren e parë, është në prag të fitores së parë. 3 minuta deri në fund, por 3 minuta janë të gjata, 10 pike përsi nuk janë shumë. Bora, di të bëj rikthime. E kjo ndeshje është drame vërtet, prej fillimit e deri në fund. Wilson për ballë ka Jetmirin, Jerry Helms për Wilsonin, i cili vjen në pozit për të gjuajtur dhe e shfrytëzon këtë për treshe dhe për të rikthyer 13 pike përsi. E përsia maksimali ishte ajo parës prej 15-81-66. Dhe me këtë treshe dhe pikën e tij të 10, Derrick Wilsoni e ngrit avantazhin në plus 13. Është kjo treshja e dytë e Derrick Wilsonit, ja po e shihni tani në fund të çerekut të tretë ishte 22-21 për Borën në kërcime, vetëm 2 kërcime të Borës dhe 9 kërcime në këtë çerek të vllazimit. Dominim absolut, edhe treshja e Kuqezinve filloi të funksionoj në pjesën e dytë, edhe pse Bora i ka realizuar 3 pikësha, megjithatë pra mungesa e shënimit të pikëve në brendi i ka penalizuar shumë. Nga 28 tentime, vetëm 13 2 pikësha të realizuar të Borës, 14 pik i ka realizuar vllazimi në brendi në këtë zonën e lyer të kaltërtën, vetëm 24, 16 më pak i ka realizuar Bora. Në kundërsulme 15-8 në favor të vllazimit, ja po i shihni, edhe më të mirët Joranej. I mrekullueshëm Jerry Helms, po i them, tashmë e ka double-double-in, 18 pike, 10 asistime, i duan vetëm edhe 2 kërcime Jericho Helmsit për triple-double-in e parë këtë edicion. Adem Mekiqi këtë aksion e shfrytëzon, deporton dhe realizon për 84-73. Edhe 2 minuta e 24 sekonda deri në fund. Fauli Adem Mekiqit ndaj Jericho Helmsit. Tani ka hyrë në bonus skuadra e Borës. Të dyja skuadrat kanë hyrë, kanë plotësuar bonusin e tyre. Joranej shkon për pick and roll. Jericho Helms tenton dhe realizon për 86-73. Po shkëlqen tandemi Helms-Anej sonte me të vërtet të jashtëzakonshëm. Edhe Ziggy Reed, 5 lojtar të vllazimit me pik 2 shifrore, komplet ekipi vllazimit sonte ka qenë i shkëlqyeshëm. Shaquan Jules e afron rezultatin në 86-75, 1:50 deri në fund të kësaj drame basketbollistike. Wilson, Mekiqi është pranë tij. Joranej shkon për blok, kërkon rishikimin Tyler Cheese, edhe mu duk se do të rishikojnë këtë situatë.
e shpjegon atje Xhelal Momini, e pati dhe do të thotë zoomin të afruar. Këndin ja shpjegon atje dhe trajnerit Karshelan se Hellemsi tërhoqi duar dhe i funit ka luajtur qiz. Loja vazhdon. 86-75, tentimi Hellemsi. 89-75. I arzakonshëm, 23 pike, 10 asistime dhe i ka 8 kërcime. Jericho Hellems në prag të triple-doublit. A do t'i bën edhe 2 kërcime për triple-double apo jo? Amin Hoti përgjigjet në treshe me treshe. Amin Hot në çastet vendimtare. Pressing atje. Rushiti. Adem Mekiqi i bën presion. Joranej. Intelligent. S'ka fjal. E pason atje ku nuk ka presion. Edhe një tentim për treshe me tabin, nuk realizon. Mekiqi e kap këtë top, depërton, qiz tenton, treshen nuk realizon. Jetmir Zeqiri e gabon. Amin Hot largohet 37 presje 6 sekonda, 89-78 adhurues të basketbollit. E vllazënimi është në prag që të realizon fitoren e parë pas 3 humbjeve rresht. Dhe do të jetë kjo fitoria e parë për Gültekin Selimin. Joranej për Jericho Hellemsin, i cili huq atje. Mekiqi shkon nga koshi në kosh. Zeqiri realizon për 89-80. Dhe këtu çdo gjë ka marrë fund. Trajneri Zoran Karshelan shkon dhe ja uron Gültekin Selimit fitore vllazënimit pas 3 humbjeve rresht dhe humbja e parë e Borës pas një kohe të gjatë adhurues të basketbollit. Shumë shpejt do të jemi me intervistat e 2 trajnerëve. Coach Karshelan, very intensive game, very interesting game. You were fighting in the first half, but the third quarter was catastrophic. What happened in the second half? First of all, congratulations to Vllazënimi. They deserve to win tonight. I think it's obvious that on defensive part we didn't do a good game against one of the most physical teams in the league. And when they start scoring and playing in a mood, they usually play
at home it was too late for us. We can grow even after these kind of games for sure, and we need to winning in Jakova, very difficult. We must be on the top of the game with whole team. So once again, congratulations to them, and we'll keep working and preparing for next games. Thank you very much. Thank you. Pra, I pyetur në pjesën e parë ishit shumë të mirë, mbajtët ritmin. Çka ndodhi në pjesën e dytë, patët çerekun e tretë katastrofal? Tha po adin se, tha mbrojtja na ka mungu sonte, kemi leju shumë gjuajtje të lira për skuadrën e vllaznimit, na ka mungu mbrojtja e mirë, edhe kur ata kanë filluar edhe të realizojnë, atëre kundër njërës prej skuadrave më fizike në ligë, duhet të luash mbrojtje shumë të mirë kur ka filluar të punoj edhe shuti i vllaznimit, pra ne nuk ishim përgjigje shumë vështirë të luash këtu kundër kësaj skuadre, e ka uru skuadrën e vllaznimit për fitore të merituar, si tha Zoran Karqellani, ndërsa neve na mbetet që të punojmë. Shumë shpejt tani do të jetë me neve edhe trajneri Gültekin Selimi. Trajner, sonte ja keni bo sefte në Super League me vllazimin, një ndeshje as pak e lehtë. Në pjesën e parë keni qenë aty vazhdimisht, ose ju ose Bora në +4, çereku i tretë ka qenë vendimtar. Çka keni bo në pjesën e dytë edhe pse fitut lojën? Spari falemderoj tifozat që na ka përkrahur për 40 minuta. Çerekin e dytë dhe çerekin e tretë kena ndru pak mbrojtjen edhe kena zbatu planin e lojës që kena pas mbrojtje, po mendoj që ka funksionu mirë. Edhe njëjta edhe në sulm. Çka ka qenë plani? E kena ndru, s'pi tregoj. Mbrojtje kena bo switch in defense and çfarë. Okej, vazhdimi i kampionatit, çka mendoni? Na kena mundu edhe diçka ju premtoni që kena menduar maksimumin çdo ndeshje, nuk do zgjohemi. Edhe kena mundu deri në fund, nuk dimi. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Adhurues të basketbollit, Gültekin Selimi i lumtur për fitoren e parë, ja bëri sefte me skuadrën e vllaznimit në Super League, sepse për kup tashmë ka pas një fitore, një mbrëmje jashtëzakonshme këtu në Shanin Ushi, një shfaqje fenomenale e vllaznimit dhe Borës, ndërsa për disa momente do të bartemi në palestrën Minatori, ku Trepça dhe Golden Eagle Lili, dy skuadrat në top form pas vitit të ri, do të ndeshen, do të përballën njëra me tjetrën pas atyre përballjeve në serin çerek finale të Kupës së Kosovës. Nga Unagon Femiu dhe ekipi realizues i Oksigjenit për Artmoshën, kaq nga Shanin Ushi, e ju vazhdoni të qëndroni me adresën numër 1 të jo vetëm basketbollit, po sportit në përgjithësi në shqiptari, Artmoshën.